dhe obligimeve në kodet e institucionet që ka para po kjo strategji. Them që në sistemin prokurial, strategjia për sundim të ligjit ka ndikuar jashtëzakonisht pozitiv, sepse nuk duhet me harru një fakt, një nga ligjet që sot është në fuqi dhe që ka derivu nga fillimisht nga rishikimi funksional më edhe nga strategjia është ligji për Këshillin Prokurial, që përbën reformën konsideroj më të thellë dhe më të madhe që ka pas në herë sistemi prokurial. Pra, ndonë se ishte mbajtur ligji për Këshillin Prokurial disa vite në procese, fillimisht Komision Venecias me pastaj në gjykatë kushtetuese, megjithatë, nuk duhet me harru që ky ligj ka derivu nga strategjia për sundim ligjit. Po ashtu, nuk duhet me harru që nga kjo strategji ka derivu edhe ligji për prokurorin e shtetit, i cili përbën disa orësi jashtëzakonisht të rëndësishme sistemi prokurial, e po ashtu edhe ligji për prokurinë speciale. Pra janë 3 ligje të cilat kanë derivu nga kjo strategji dhe në bindjen time kanë ndikuar jashtëzakonisht pozitiv në reformimin e plotë të sistemit prokurial, gjë që tani me 16 mars të këtij viti vetëm kemi përbërjen e plotë Këshillit konform ndryshimeve të fundit ligjore. A ka ndikuar kjo strategji praktikisht edhe në avancimin e trajtimit të kriminalitetit në përgjithësi, po edhe të rasteve të korrupsionit në veçanti si raste më problematike? Pra po them, po besoj që ka ndikuar pozitivisht, ndonë se ndoshta me përqindje jo shumë të dëshirueshme, që do të dojmë të ishim gjithë, konsideroj që vetëm po e marrë një statistikë kështu në vitin 2023 kemi dikun 80.57% të lëndëve të pranuara janë zgjidhur. Në vitin 2024 janë dikun 89.73% të lëndëve janë të pranuara janë zgjidhur dhe në vitin 2025 janë dikun 93% të lëndëve që janë zgjidhur. Këtë trend ndonë se nëse përkthehet në përqindje i bjen ndoshta dikun një përqindje jo shumë e madhe, megjithatë ka lëvizje pozitive dhe nuk duhet me harru që sistemi prokurial ka kalu sfidën më të rëndësishme ose problemet më të mëdha që i ka pas në fillimisht në ristrukturimin e saj plot dhe deri në sa siç e thash më herët ka shënuar dhe ose ka kulmu me zbatimin e plot reformës. Tani po flasim vetëm për 2 muaj kohë, nga 16 marsi i këtij viti është në fuqi përbërja plot e Këshillit konform ndryshimeve të fundit ligjore dhe rrjedhimisht nuk mund të thuhet që nuk ka progres, megjithatë flasim për një kohë shumë të shkurtër. Natyrisht Këshilli Prokurial është duke kaluar në procese shumë të rëndësishme për cilat do të flasim edhe gjatë emisionit. Zoti Krasniqi, ju si avokat dhe si përfaqësues i palëve para institucioneve të drejtësisë, sa keni mujt me vrejt që qytetarët në praktike kanë nxjerr efektin e kësaj strategjie? Thjesht a është bërë sistemi më i qasshëm, a është bërë më efikas dhe më i drejtë për qytetarët përgjatë kësaj periudhe? Faleminderit, vetëm edhe për ftesën është kënaqësi për mua me qenë pjesë e këtij paneli. Për me u përgjigj pyetjen e juaj, ndoshta do të ishte mirë që kjo çështje prej anës time të paktën të shtrohet në 2 drejtime. Spari, a janë përmbushur gjitha objektivat apo numri i mjaftueshëm i objektivat strategjisë në raport me ato që është synu? Jo, nuk është përmbushur dhe raporti juaj e dëshmon këto në mënyrë shumë të saktë. Mirë po, si e tha edhe Gëzimi, strategjia ka qenë ndërmarrja më e madhe e reformimit të sistemit të sundimit ligjit pas pavarësisë Kosovës. Edhe nganjëherë më mirë është një strategji që nuk realizohet ndoshta tërësisht se sa të veprohet pas strategji që ka rrezik të mbesim tash. Kështu që në këtë drejtim padyshim që strategjia duhet mu vlerësu, që e tha edhe zoti Krasniqi nga Këshilli Prokurial, duhet mu vlerësu për ato arritjet që i ka pas. Megjithatë, a mundemi me bëma shumë ne si shtet, si shoqëri edhe si akter të sundimit ligjit, besoj që mundemi. Unë mendoj, për të paktën po flas prej perspektivës të avokatit, që megjithatë efektet e strategjisë në realitet, në raport me vetë atë gjendjen që ekziston në sistemin e drejtësisë sot, kanë qenë të kufizuara. Domethënë për shumë arsye, edhe ka hapësirë diskutojmë gjëre gjatë se
ku kanë qenë defektet, pse efektet mund të kenë qenë të kufizuara, pse nuk janë arritur rezultatet që duhet të arrijëshin. Nganjëherë kjo është shkaktuar për shkak mungesës koordinimit, që e gjen edhe raporti juaj. Shumicën e herave mungesa e efekteve duhura edhe avancime në sundimin e ligjit është për shkak të mungesës apo dedikimit burimeve të pamjaftueshme për sundimin e ligjit, ku ndodh që tek ne themelohet një gjykatë dhe nuk caktohet buxhet, apo themelohet edhe një gjykatë tjetër më vonë edhe as për këtë dytën nuk caktohet buxhet. Kemi ligjet për gjyqësorin, ligjin për këshillin gjyqësor që përcaktojnë qartë që çfarë mbështetje duhet të ketë secili gjyqtar. Unë nuk dua ta bëj tani avokatin e gjyqtarëve, po flas për aspekte që ndikojnë edhe punën tonë si avokat, sepse ne gjithë jemi pjesë e këtij sistemi dhe gjithë jemi edhe meritor për suksesin që arrihet në sistem, po edhe meritor për të metat, përgjegjës për të metat që mund shkaktohen. Numri i landëve është një prej sfidave që mas shumë të ndikon në atë që thash se efekti i strategjisë është i kufizuar. Domethënë, ende ne kemi një numër jashtëzakonisht madh të landëve të pazgjidhura. Domethënë, veç me marr për statistika, unë i parë statistikat zyrtare para se me arë në emisionin tuaj, prej 2020-s në punë kanë qenë 248.000 landë. Sot janë në 2025 në 410.000 landë. Përkundër që sistemi gjyqësor ka avancuar jashtëzakonisht shumë në zgjidhjen e numrit më të madh të landëve, sidomos gjykatat themelore, megjithatë prurjet kanë qenë aq të mëdha saqë sistemi nuk ka arritur t'i përballojë. Edhe kjo, kur ke një numër kaq të madh të landëve të pazgjidhura në sistem, natyrisht që qytetarëve ju ndikon në kohën në të cilën ata presin ta marrin drejtsinë, po nganjëherë edhe kualitetin e drejtësisë. Fatkeqësisht sistemi jonë i drejtësisë sot unë mendoj që ma tepër për shkak të situatës emergjente me landë që është shkaktuar për arsye të ndryshme, por para së gjithash për shkak të kontratave kolektive dhe këtyne landëve që vinë prej jo përgjegjësisë administratës shtetërore, mendoj që nganjëherë fokusi aktualisht ka qenë më i madh në sasi se sa në kualitet të vetë sistemit drejtësisë. Ka pas edhe reforma të caktuara që kanë qenë planifikuar me u bë që nuk janë bë, ligji i ri për ndihmën juridike, ligji që ka qenë i paraparë për gjykimin kohë të arsyeshme, ligji për avokatin etj. Domethënë nganjëherë këto efekti i strategjisë është varë edhe për shkak të dështimit të kryerjes së reformave ligjore. Ndalemi pak edhe tek shtëpia juaj, Oda e avokatëve të Kosovës. Çu keni pa angazhimin e Odës në zbatimin e aktiviteteve që dalin nga strategjia? Padyshim, tani unë jam avokat, nuk jam në ndonjë strukturë të Odës avokatëve dhe qëndrimet zyrtare mund t'i shpreh vetëm Oda avokatëve, por unë mendoj që ka pas mjaft sfida edhe profesioni avokatisë. Sidomos do të më u gjyku dhe zbatimi i këtyre rekomandimeve edhe në kontekstin kohor që ka funksionuar ky proces edhe është zhvilluar. Kohëve të fundit ne kemi pas edhe disa reforma në sistemin e avokatisë. Unë mendoj që sistemi i avokatisë nuk mundet asesi të funksionojë ndarë prej sistemeve tjera. Domethënë, nuk mund të imagjinohet një sistem i fortë dhe i qëndrueshëm i sundimit të ligjit me një sistem të avokatisë dobët. Edhe kundërta. Domethënë, ne kemi bërë disa reforma, mendoj si vend, edhe në profesionin e avokatisë, mendoj që ka ndrru tash edhe struktura edhe po shohim një Odë të avokatëve që është megjithatë më dinamike edhe më reaguese ndaj aktualitetit në sundimin e ligjit. Por megjithatë, unë mendoj që Oda avokatizë do të më pa prej gjithëve neve si shtëpia e gjithë juristëve dhe jo vetëm patjetër e avokatëve, sepse është një prej hallkave kyçe për me siguru që sistemi i drejtësisë funksionon si duhet, edhe në të njëjtën kohë dhe mbahet llogaridhënës në rastet kur ka shkelje të drejtave të palë. Faleminderit, zoti Shala, nëse flasim konkretisht për dështime më specifike të zbatimit të pikave kyçe të kësaj strategjie, cilat do të konsideroheshin ato? Po përmendim disa aspekte pak më specifike si shembull ilustrativ se si është trajtuar strategjia në kuptim të përmbushjes së saj. E përmendi Visari çështjen e reformës në Këshillin Prokurorial të Kosovës, një reformë që është vënuar dhe është vënuar nëse e shohim në thelb për shkak që
non-stop nuk është ndjek opsioni që ka rekomandu vetë strategjia për sundimin e ligjit dhe procesi i rishikimit funksional sektorit sundimit ligjit. Për çfarë arsye? Për shkak se Këshilli kishte 13 anëtar. U propozua ulja në 7 dhe ky version ra në gjykatën kushtetuese. Më pastaj nuk u ndosh me fanatizëm strategjia për sundimin e ligjit, mirë po u propozua një ligj tjetër me 19 anëtar. Si një përbërje e përkohshme deri në momenti kur bie në 7 anëtar. Edhe ai version ra në Komisionin e Venecias për të kthyer përsëri në 7 anëtar. Pra do thotë nuk ka qenë çështje që është po si obligim, si planifikim strategjik për cilën do thotë ka pasur një analizë konkrete për të ardhur deri te kjo situatë, mirë po varësisht do të thotë se si e ka po politika këtë situatë derisa përfundimisht ka ardhur tek një zgjidhje adekuate, qysh është sot Këshilli Prokurorial i Kosovës, që është ka po politika deri kur e ka po politika këtë situatë. Çfarë do të më thonë, që ka pas tendenca për ndërhyrje? Definitivisht po, për shkak se ka qenë qartë tentativa që në momentin kur Këshilli ishte në një përbërje më të gjerë. Po flasim në kohën kur kishte 13 anëtar, ideja me ndërhyrje në 19 anëtar ishte për shkak të kufizimit që gjykata kushtetuese nuk e lejonte uljen drastike në moment në 7 anëtar duke ja shkurtuar mandatin anëtarëve të tjerë, dhe çfarë u propozua në rastin konkret, u mendua si një ide që të rritet numri në 19 anëtar, duke për shkak që numri i anëtarëve të ri do t'i defaktorizonte anëtarët e tjerë në mënyrë që në një farforme ndikimi politik të ishte më i shpejt. Do thotë kjo ishte e qartë, nuk kishte shpjegim tjetër se pse rritet numri i anëtarëve. Mirë po që fatmirësisht përsëri u kthye në 7. Çështja tjetër për shembull, procesi i rishikimit funksional ka theksuar se Agjencia për Ndihmë Juridike Folas nuk duhet jetë në Ministri të Drejtësisë. Ajo është sot në Ministri të Drejtësisë. Ka theksuar po ashtu se cila është zgjidhja më adekuate në raport me ankimimin e vendimeve prokuroriale, vendimeve për hudhje të kallëzimit penal dhe pushimit të hetimeve, që ka thënë se zgjidhja aktuale që është në kodin e procedurës penale nuk i përmbush kriteret e kërkuar për çosjen në gjykat, dhe përkundër kësaj pikërisht ky version është miratuar në kodin e procedurës penale dhe në raportin e zbatimit është theksuar si i përmbushur. Ajo po ndoshta është përmbushur, po nuk është përmbushur në frymën, në logjikën e asaj çfarë ka gjetur dhe çfarë ka kërkuar vetë strategjia për sundimin e ligjit. Ideja